E diel dashi, sot hapet mundësia për një vendim të qartë. Mund të merrni një vlerësim për përpjekjet tuaja. Demi, kjo është një ditë për një hap të vogël në financa. Një kompromis i vogël mund të sjellë qetësi. Minjakët, kjo ditë favorizon një surprizë në dashuri. Fjalët tuaja do të kenë peshë sot. Kaforia, dita ju shtyn drejt një ideje të re në punë. Beqarët mund të kenë një njohje interesante. Luani, kjo është një ditë për më shumë kohë për veten. Në çështjet praktike, organizimi do të jetë çelësi. Ygjëresha, sot mund të ndjeni më shumë kohë për veten, shfrytëzoni momentin por pa marrë rreziqe të panevojshme. Peshorja, dita ju shtyn drejt një ideje që mund të vlejë shumë. Mos pranoni vetëm për të shmangur konfliktin. Akrepi, energjia mund të sjellë një ide që mund të vlejë shumë. Emocionet janë të forta por të menaxhueshme. Shigjetari, kjo është një ditë për një bisedë të rëndësishme. Në financa shmangni vendimet impulsive. Piciapi, dita sjell më shumë motivim. Një bisedë e sinqertë do t'ju bëjë mirë. Ujori, sot do t'ju ndihmojë qartësi për një çështje personale. Një bashkëpunim i ri mund të jetë frymëzues. Peshqit, kjo ditë favorizon një ndryshim të vogël në plane. Beqarët mund të kenë një njohje të re interesante. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.